Rruga e re e Komanit po ndryshon ndjeshëm mënyrën e udhëtimit drejt një prej destinacioneve turistike me të vizituar në veri të vendit. Turistë huaj, vizitor vendas dhe drejtues mjetësh e vlerësojnë investimin si një transformim të shumëpritur që ka rritur sigurinë, ka shkurtuar kohën e udhëtimit dhe e ka bërë zonën më të aksesueshme. Rruga e re është e mrekullueshme, duhet të them se kjo tregon që po bëjnë diçka për turizmin këtu dhe kanë bërë një punë vërtet të mirë me të. Janë ndryshuar kthejecat të gjurma dhe ishte superkëndshëm të udhëtoje në të. Nuk e di si ka qenë rruga vjetër, por kam dëgjuar që ka qenë shumë e keqe. Finalmente la strada per Coman è veramente una strada come si deve. Me në fund rruga për në Koman është vërtet një rrugë ashtu si duhet. Për vitesh ka pasur as shumë vështirësi për të mbërritur në Koman. Rruga ishte shkatëruar dhe me gur. Tani me në fund kemi një rrugë me asfalt që lehtëson të gjitha shërbimet për të arritur në liçenin e Komanit. Sa për këtë rrugës është një fat i madh për ne. Zhvillim normal se po. Falenderojmë ato që kanë kontribuar. Edhe mirë që kur të herë. Është zhvillim i madh, është fat i madh për ne. Ka qenë skandal. Tash don zoti u bë. Ma mirë s'ka. Duket se po vim shumë më shumë se vjet. Edhe rruga ka marrë një famë dhe që ka pas pengesa, qyshte makinat me qerasi nuk i lejoshin marrë për arsye rrugës keqe. Tash është një drejt jeshile për këtë zonë. Unë jam shofer që bëj linjen nga Tirana për në Koman. Rruga ka qenë cop. Ka qenë jashtë amortizuar, tani rruga është bërë shumë mirë. Shumë e rrezikshme. Sidomos gjatë dimrit ishte shumë vështirë për lëvizje. Tani është shumë mirë rruga. Dhe zoti u bën rruga shumë mirë, është lëvizje ka, turista gjana. Përmirësimi i infrastrukturës ka sjellë një rritje të ndjeshme të fluksit turistik, sipas të dhënave numri vizitorëve është rritur me rreth 50% pas rikonstruksionit të aksit. Pas përfundimit të shtresës së parë asfaltike, pritet të realizohet dhe sinjalistika horizontale dhe vertikale duke kompletuar investimin dhe duke mbyllur një herë mirë një prej problematikave më të mëdha të qarkullimit në bashkinë Vau Idees.